këtë video do t'ju tregoj se si na vjedhin ne shqiptarve për dite më shumë tek karburanti. E mbusha makinën time në Maqedoninë e Veriut 2 herë, një herë mora 50 euro naftë dhe herën e dytë e furnizova me 70 euro naftë. 1.16 euro ishte nafta për litër atje dhe i bie që kam marrë rreth 120 litra karburant. Deri më sot kam bërë rreth 700 kilometra, kam ende për të bërë kilometra, kam më shumë se 320 kilometra për të bërë dhe mendoj se mund të bëj më shumë dhe i bie që në total me 120 euro që i bie rreth 100 litra karburant të përshkoj 1100 kilometra. Nëse do ta furnizoj makinën time në Shqipëri me 1.78 lek për karburant, i bie që të shpenzoj rreth 215 euro. Pra diferenca i bie më shumë se 90 euro më tepër pra në Shqipëri. Por, a jam i sigurt që me aq karburant në Shqipëri mund të bëj 1100 kilometra? Eksperienca ime më thot që jo. Bëj vetëm 800 ose maksimumi 900 kilometra, që do të thot më pak kilometra të përshkruara dhe më shumë para të shpenzuara.